Kuvendi i Shqipërisë ka finalizuar një tender me fond limit prej 750.000 euro për të zbardhur automatikisht me inteligjencë artificiale fjalimet e deputetëve në seancat plenare dhe mbledhjet e komisioneve. Tashmë nuk do të ketë më debate nëse u ndryshua apo jo një fjali në proces verbal, pasi gjithçka do të transkriptohet nga inteligjenca artificiale. Përfshirë këtu edhe perlat retorike të emrave të rinj si Sara Mile, Zeqine Çaushi, Arken Balla e të tjerë që kanë hyrë për herë të parë në parlament. Me këtë sistem të ri, edhe debatet epike të Zeqines me gaz bardhin do të ruhen me saktësi kirurgjikale. Tenderi kishte dështuar disa herë më parë, por është mbyllur me njëherë pas zgjedhjeve të 11 majit. Fituese është shpallur kompania Dega Semos AL në bashkëpunim me Peace Store dhe Bit Genius për furnizimin dhe mirëmbajtjen 4 vjeçare të një sistemi të avancuar transkriptimi bazuar në inteligjencën artificiale. Sipas dokumentave zyrtare, Kuvendi justifikon këtë shpenzim duke theksuar vështirësi të mëdha të stafit për të përballuar manualisht volumin e lartë të fjalimeve. Procesi i zbardhjes me kufi e kërkon kohë dhe është i lodhshëm dhe shpesh i papërballueshëm. Teknologjia e re do të lejojë përpunimin e fjalimeve në kohë reale, klasifikimin e tyre sipas tematikave dhe publikimin automatik në kanalet zyrtare. Përmes këtij sistemi, Kuvendi synon të rrisë transparencën, të promovojë demokracinë dhe ndoshta edhe të përmirësojë nivelin e debatit politik. Sidoqoftë, edhe në këtë rast nuk mungojnë dyshimet për fitues të paracaktuar. Jo vetëm se i njëjti emër Vangjush Tasellari figuron në 2 nga 3 firmat fituese, por edhe se nga 4 firma pjesëmarrëse në tender, 2 nuk kanë ofruar asnjë ofertë çmimi.